Ka nisur këtë të hënë aplikimet për regjistrimet në klasën e parë dhe të 10 përmes platformës e-Albania. Ministri i Arsimit Mirela Kumbaro përmes një video mesazhi theksoi respektimin e afateve dhe rregullave për regjistrimin me qëllim që bashkitë dhe zyrat arsimore të planifikojnë punën për vitin e ri shkollor. Ka filluar regjistrimi i fëmijëve në shkollat për vitin e ardhshëm shkollor 2026-2027. Afati është 6 korrik dhe në 31 korrik në e-Albania, të gjithë prindrit duhet fillojnë procesin e regjistrimit. Me shumë rëndësi për fëmijët që regjistrohen për të parën herë në klasë të parë, të gjithë ata që kanë mbushur 6 vjeç, por edhe ata që kalojnë nga cikli 9 vjeçar në shkollën e mesme, pra në klasën e 10. Është shumë e rëndësishme të ndiqni udhëzimet në e-Albania, të respektojmë rregullat e vendosura nga njësitë e qeverisjes vendore, pra nga bashkitë, në përputhje me vendbanimin tuaj. Duhen respektuar për të ndjekur dhe për të regjistruar fëmijët në ato shkolla të cilat janë përcaktuar pranë vendbanimit tuaj. Është shumë e dobishme, shumë e rëndësishme edhe për të bërë planifikimin e orëve të mësimit, e mësuesve, e shkollave, si për bashkitë, ashtu edhe për zyrat arsimore, të cilat kanë filluar tashmë punën për përgatitjen e vitit të ardhshëm shkollor. Prandaj edhe një herë, duke filluar nga sot, data 6 korrik, deri në 31 korrik, portali do të jetë i hapur. Në 31 korrik mbaron kjo periudhë. Keni pra këto javë kohë për të vendosur se cila është zgjedhja më e mirë për fëmijën tuaj. Mos humni kohë. Sistemi do të qëndrojë hapur deri me 31 korrik për regjistrimet në klasën e parë dhe regjistrimet në gjimnaz ose shkollë të mesme të orientuar. Për të gjithë nxënësit që dëshirojnë të ndjekin gjimnazin me kohë të pjesme, regjistrimet do të jenë të hapura deri me 11 shtator, kurse nxënësit që dëshirojnë të regjistrohen në shkollat e mesme profesionale kanë afat datën 30 shtator përmes portalit e-Albania.